puna që e morë në Zvicër i kom nalë krejt. Kur kjo në Zvicër ti? I ka 7 vite. 7 vite? A je adoptu, a je integru, a ndjesh atash tin? Po, se e kam familjen, i kam fëmin, kam këto. Jam adaptu, kom marrë dhe ma herë, dhe në pe 2008 vinë në Zvicër, të marrë me koncertet ndryshme. Po, por jo rezident. Ja, absolut. S'ke pas qeka në briefkaste kur kjo atë pjesë konë për mu e ranë, po jo atë se smira me atë punë. Smira si farë. Mirë të shusë, ja. Okej, ja kilona themi pagu. Absolut. Okej. Që për do këtë jeta këtu në krasim atje? Është ndryshim i madh. Është ndryshim po i madh, është mas pari ndryshim mentaliteti, ndryshim raport pune. Jam i sigur që në Ferizaj ti s'ke bëha si punë shpije. Këtu në Zvicër a i ke mësu bro krejt tashmi bo? Ja, në punë shpije, po ta thamë edhe një gjo, sa jam marak muzikë, jam marak edhe në kuzhinë. Ke marak, po të vjen vetë dëshira për zotin, s'ke qore po ata. Ja, kam edhe për Kosovës. E tani janë gjesim sigur e kena dëshirë vetë, Haj çfarë ushqimet din me gatu? Krejt. Ushqimet i gatun. Pra do më thonë, në këmbim të supportit që ta e bashortja për me dalë me këndu, me bo kongë, me bo sho, ti një më në punë shpis. Jo, a di se muzika është që e kam të lindun, puna e ushqimit, në shtatë është edhe e lindun mirë, po e kam lidhet me muzikën. Ushqimi me hangër mirë, gjithmonë lidhet me muzikën. Po lidhet. Se janë artë e dy janë vete. Me ditë me gatu është artë. Artë, po absolutisht po. Edhe është shumë për mu është vlerësimi i lartë dikush që din me gatu. Edhe me peglat është artë. Me peglat nuk di. Nuk din? Na, nuk di. A me fshinë i gjonë kështu në i pjatë me lojnë ashtu? Ja, as me mi las. Do më thonë që tartë nuk kje punë ti. Unë artën e gatimit dhe këndimit. Se shembull po ta marr një shembull të vogël, shembull kur të gatuj diçka edhe kënaj, domethënë, të dyja shkojnë bashkë. Edhe në çojmë muzikë klasike, aty gatuj, kënaj. Shumë bukur. Bukur shumë, bravo, më mirë. Kush është një këngëtar tini që të pëlqen në estradën shqiptare, ty që keni simpati për të në mënyrën se si këndon dhe se si ka arritur? Atëherë nuk isha dash me fol me emra mirë, po masi është i gjeneratës më të vjetër edhe është njëri prej këngëtarëve më të shuar që kam dëgjuar dhe jam frymëzuar për tina, kam dëgjuar shumë, është Ramadan Krasniqi. Dani. Po. Okej. Është një këngëtar brillant. Okej, bukur. Tashi, ardhja në Zvicër, tini. Të ka shput pak nga realiteti i Ferizajt, apo jo? Po. I fut komplet një sistem tjetër, i ka arër pa e di gjuhën, apo jo? Absolut, ende se di bashkëmirë. Ende se din bashkëmirë, siguron jo ti. Qa ka qenë puna jote e parë në Zvicër? Në Zvicër kam punu Bodenheizung. Bodenheizung, vetëm ma për kësa pak Nxemja. Nxemja Tokës, po. Nxemja për Tokë. Hera parë. Po. Okej. Edhe me makina kam punu. Shitjet makina, po. Okej. Miku im, te garazha e mikut. Okej. Bukur. Do më thonë, shto kanë qenë punë. Tani sot punon apo vetëm me muzikën? Për momentin jam pa punë. Je pa punë për momentin. Amo muzika që bën në Zvicër atë mban? Jo, absolut. Nuk është, absolut, ja. Ma shumë është si hobi. Okej. Bukur. Sa këngë ke gjithsej të realizuar atuat, tini? 30 dhe në 20, ashtë se di sa. 20 këngë? 30 po, sigurt. Me klip, me këngë, do më thonë... Prej tyne, menoj që 7 ose 8 janë hite, që në konëve atë hite këngë shumë të mira. Ma kënë i hit që ti e ke dëshirë këngën tënde, lutem, një akapela. Dëshirë ketë kam që po një që ti po një që e din publiku që s'ka shqiptarë që se din, është I thuaj nanës tane, jam djallë pa behane, ma të mire, ma të sinqert, vështir kishe gjetë. A ti e ke knushta? Jo, është ko nga jeme. A ti e ke knushta I parja? Se kam ditë pas shatë modhe në zbe.